Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi, Radio Malizi, Kufi. Programi i përbashkët me zhvillimet që te kalojnë kufinë shtetëror. Kufi. Miq të emisionit Pa Kufi, mi se vini edhe në një edicion të përbashkët të serviseve publike, Radio Shkupit, Radio Tiranës, Radio Kosovës, Radio Malizi. Sot është e njëjtë 26 shkurt, ora në studio shëna 16:30 minuta. Unë jam Emdali Sufi dhe u dëshiroj të gjithëve juve miq që na ndiqni një muaj të mbar të Ramazanit, ashtu siç mund të mendohet. Tashmë është bërë traditë, sot kemi zgjedhur të bashkëbisedojmë për tolerancën fetare ndër ne shqiptarët, vlerë historike, pasuri kombëtare dhe model bashkëjetese. I ftuari im është profesor doktor Qani Nesimi nga Universiteti Shtetëror të Titovës. Përshëndetje profesor, mirë se erdhe në studio. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Kënaqësi e jona. Pa më sumbur shumë kohë, shkojmë bëjmë lidhjen e parë dhe me Radio Tirana. Atje me kolegun Jahu Marxheku. I ftuari është doktor Ali Zaimi, pedagog, doktor i shkencave politike, ish drejtori medreses në Tiranë. Përshëndetje Jahu për juve dhe për të ftuarin tuaj. Zotin Ali. Përshëndetje Ali, përshëndetje për ju, për të ftuarin tuaj, për të gjithë dëgjuesit tan kudo që po na ndjekin, kolegët në Prishtinë dhe Podgoricë. Ashtu si që thatë edhe ju, unë jam në studio me doktor Ali Zaimin, pedagog, doktor i shkencave politike, ish drejtori i medreses Tiranës. Zoti Zaimi, faleminderit shumë që erdhët sot në Pa Kufi për kontributin. Është kënaqësi të diskutojmë një vlerë që jo vetëm na ka karakterizuar historikisht si kom, por që vazhdon të jetë një model frymëzimi për shoqërinë tonë. Faleminderit. Po, Mehmet Ali? Ja, faleminderit edhe zotin Ali Zaimi. Pa më shumë kohë shkojmë në Radio Kosovë me kolegën time, mirëvete u kosh i ftuari Bahri Hoxha, doktor Bahri Hoxha. Mirëvete, besoj se dëgjojmë tashmë. Përshëndetje koleg për ju dhe të ftuarit tuaj. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit e 4 radiove tona publike. Në studion e Radio Kosovës kam ftuar sot profesorin e filozofisë islame, profesor doktor Bahri Hoxha. Mirë se erdhët profesor dhe ju faleminderit që ju përgjigjet ftesës sonë. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Mirëvete, faleminderit juve dhe zotin Bahri Hoxha, kronikën nga Malizi që ka përgatitur kolega jon Diana Dukaj dhe të ftuar ka Behlul Kënaqi, ndihmës i reisit në Bashkinë Islame në Malin e Zi. Do ta dëgjojmë nga mesi emisionit, pa mos u kohë, prozoj që debatin këtu ta fillojmë në Radio Shkup. Profesor, ke qenë i ftuar edhe herëve tjera, është një problematikë që vazhdimisht është aktuale për çështjen e si thua respektin që kemi ne shqiptarë, duke pas parasysh se na karakterizon, kemi disa fe, si thuash, qellore që thot profesori Bardhi, dhe që kemi ruajtur atë traditën në mes shqiptarëve, një tolerancë, por kohëve të fundit, si thuash, janë aktualizuar disa skizma, ka pasur dhe ka vazhdimisht tendencë një përçarje brenda shqiptarëve. Si ke parë këto zhvillime dhe në përgjithësi çfarë ju mendoni se çfarë ka bërë atë specifike që jemi kaq tolerant mes shqiptarëve? Është vetëm kjo, si thuash, një eufemizëm, apo ka edhe brenda shqiptarëve diçka që nuk e tolerojmë njëri tjetrin, por për hir të kusheve rrethanave historike ne bëjmë se jemi tolerant, por në fakt ndoshta edhe nuk jemi. Faleminderit shumë. Unë mendoj se një ambient të mirë kuptimit, ndoshta me fjalët e profesor Kallënit, nëse do të shprehesha, të një bashkëjetese, të jetuarit të një respektit të ndërsjellë, të qytetëruar në këtë kontekst, që në këto momente që ne jemi duke përjetuar të Ramazanit, ndoshta edhe ky adhurim, kjo ibadet na jep mundësi që të jemi më të qetë për të menduar dhe për të folur pak më qetë. Unë mendoj se ne si shqiptar në dy dimensione kemi këtë të mirë që quhet
tolerancë ose më mirë thënë një respekt reciprok në mes nesh dhe që e kemi reflektuar edhe ndaj etnive, ndaj komuniteteve, ndaj bashkësive dhe ndaj feve të tjera edhe jashtë shqiptare. Kjo në një dimension është në gjenetikën e kulturës shqiptare, për arsye se ajo shumë e rëndësishme, dhe tjetra është një ngjyrosje e saj dhe e kultivuar përmes feve hynore të shpallura, feve të mëdhaja monoteiste që ne si shqiptar i kemi, që duhet t'i llogaritim pasuri në vete, jo element për të shpallur një armiqësi. Këtu duhet të potencoj nga këto lëvizje që po paraqiten segmentin e rëndësishëm që shqiptarët në përgjithësi jemi me shumicë musliman dhe në këtë bashkëjetesë ose një nxitje, një motivim të kësaj bashkëjetese, pra nuk e preferoj fjalën më tepër tolerancë, më tepër do kisha preferuar fjalën bashkëjetesë ose koekzistencë e qytetëruar, që s'dua të iki nga kjo shprehje, buron nga islami, nga besimi islam, i cili është edhe me shumicë dominante në botën shqiptare dhe këtë nuk duhet haruar asnjëherë. Këta lëvizje të ndryshme të cilat ndikojnë negativisht tek shqiptarët, unë nuk i shoh se janë me origjinë shqiptare, unë i shoh se janë me origjinë jashtë shqiptare, qoftë të ideve të ndryshme të ekspansioniste, ideologjike, nacionale dhe religjioze, veriore apo jugore, më afërt apo më e largët, për mendimin tim janë të tilla, sado që persona të tillë që kanë dalë në shesh mundon të arsjetojnë vetveten, nuk kanë të drejtë dhe nuk mund të arsjetojnë teologjikisht, metafizikisht, fetarisht, nuk kanë mundësi të argumentojnë gjë të tillë, por edhe shqiptarisht. Sepse imperativi është e kundra, gnoza islamit thot njohje, të afrohesh, e jo të distancohesh, kjo e çuditshme. Tash ne kemi xhamia plot, kemi kisha plot, tash brenda botës së xhamiave kemi teqe plot, brenda pasi flasim në kuptim ndërshqiptar. Të gjithë kombi shqiptar, në gjitha trojet tona etnike ku jemi dhe ku jetojmë, kemi kisha, kemi dhe manastire. Ne nuk kemi asnjë prej këtyre objekteve ose predikimeve që bëhen nga Kurani Adhimushan, por edhe tek shqiptarët me përkatësi katolike dhe ortodokse që i referohen Biblës, dhjatës së re dhe dhjatës së vjetër, ne nuk kemi porosi për të minimizuar, për të përjashtuar, për të ekskomunikuar, për t'i bërë dëm tjetrit, por në të kundërta kemi porosi për t'u ofruar. Porosia për t'u ofruar është porosia për t'u njohur. Ju do të ndalëm një moment shumë i veçantë. Ju edhe keni doktoruar për ortodoksizmin e shqiptarët. Domethënë ne jemi në një, si thua, rrethohemi në Ballkan, dihet se si ka qenë, ka perceptime dhe vlerësime ndryshme, nuk doja që të zjerohem sepse është, si thua, një koncept shumë i gjerë se çfarë përplasjes ka pasur. Por kemi arritur ta ruajmë brenda të paktën brenda shqiptarëve, domethënë një empati, domethënë e kundërta asaj që pretendojnë skizmat e reja, këto lëvizjet e reja që i shohim botën shqiptare. Ka një interpretim më të ngushtë botës, për shembull, ka prej jashtë, si thua, importim nga jashtë të një fryme ndryshe, intolerante brenda shqiptarëve dhe si ne u përgjigjemi, se mund të ketë kjo keq kuptim kjo toleranca jonë ndaj tjerëve, sepse mund të jetë edhe një dobësi në fundit. Si shihni, si keni parë vazhdimisht këto nga vitet 90 kur hap bota shqiptare vizavi botës arabe, ose domethënë ka një fluks njerëzve që kanë një interpretim më rigjid të ajetit kuranor që duhet të jenë pak më të zgjeruara, që të vlejnë për gjitha kur të kenë një kulturë, domethënë, nëse mund të thuhet kështu. Nuk ka dyshim se
ne nuk mund të themi se kemi arritur zenitin në kuptim të kulturës dhe të njohjes së fesë. Ne jemi njerëz fetar me nivele të ndryshme dhe ne kemi nevojë që ta ushqejmë vetveten edhe më tepër fetarisht, secili në fenë e vet, po edhe ne si musliman, ne kemi nevojë edhe më tepër ta ushqejmë vetveten dhe ta kulturojmë fetarisht vetveten. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Dhe ne nuk duhet të nisemi nga qasja se unë jam musliman dhe jam më i mirë se gjithçka. Unë jam musliman, kjo është e vërtet, por unë duhet të kulturohem rregullisht, duhet të ngjyrosem rregullisht me fjalën e Zotit, me jetën e pejgamberit alayhis salam, me thënjet e dietarëve, ulemave, jo vetëm duke mësuar por t'ju treguar tjerëve, por duke mësuar për ta ushqyer veten. Jo vetëm fjala jonë të thotë një të mirë në kontekstin se jam unë një shqiptar musliman, por sjellja, veprimi, qëndrimet e mia, duke dhe pamja ime duhet të flas më shumë se sa flet sa flas unë me fjalët e mia. Pra gjuha e trupit tim si një shqiptar musliman duhet të flas pak më tepër dhe kjo është një proces që nuk ndalet. Kjo është e njëjta edhe tek ortodoksët edhe tek katolikët, të gjithë shqiptarët, kjo kudo në botë, po ne derisa flasim për botën shqiptare, të gjithë shqiptarët që kemi nevojë të jemi më të kulturuar, kjo bëhet në 2 dimensione, duke e njohur mirë vetveten, që kjo nuk ndalet, kjo një proces, rregullisht duhet njohur vetveten, dhe në anën tjetër duke munduar ta njohim tjetrin. Poenta ime që unë jam përcaktuar për kishën ortodokse shqiptare në magjistrimin tim në Turqi dhe doktorimin që kam bërë në Shkup në relacionet e perandorisë osmane me të krishterët në Maqedoni, shekulli 15-16, i bazuar në dokumente arkivore të arkivit osman dhe dokumente të tjera që kam pasur mundësi që t'i gjej. Të gjitha këto flasin për një bashkëjetesë ose flasin për një njohje të tjetrit, se ne mund ta kuptojmë vetveten sa më shumë, aq mirë sa kemi mundësi ta njohim tjetrin. Ne nëse nuk e njohim tjetrin, vërtet nuk e njohim edhe vetveten. Kjo është një vërtet reale. Dhe në këtë kontekst ka qenë edhe motivi im që unë të merrem me kishën shqiptare ortodokse, edhe të njoh kishën edhe të njoh të krishterët, në këtë kontekst ta njoh edhe vetveten, që të kem mundësi edhe veten ta kem më të kompletuar, kushtimisht të them, edhe të kem mundësi të tjereve që ju flas, qoftë studentëve, qoftë predikime të ndryshme në për xhami, kudo të jetë, të kem mundësi të them atë nga një dimension i njohjes dhe i praktikës së përditshme që unë mundohem që ta jetoj në jetën time. Kjo një domosdoshmëri. Nuk kemi ne luksin, tash nëse shiqojmë nga kuptimi shqiptar i botës sotme, ne nuk e kemi luksin sot që t'i bartim mendimet ekstreme të periudhave të shekujve të kaluar, të ideve ekspansioniste, të megaloideve, të projekteve të natçërtanies, që ne t'i bartim këndej që njerëzit tanë ose të inkvizicionit, ose të perandorive të ndryshme. Ne nuk e kemi këtë luks, dhe nuk kemi luksin që t'i nxjerrim konceptet religjioze nga Kurani dhe Bibla në kuptim të dëshirave, të plotësimit dëshirave të mia në dëm të tjetrit. Nuk e kemi këtë luks, nuk e kemi edhe këtë drejt. Ne jemi të obliguar që gjërat të njohim ashtu siç janë. Kombet në botë, asnjëri komb nuk ka fe të parë të tij. Çdo komb brenda procesit historik ka përvetësuar njërin prej feve që e ka menduar se duhet të jetë feja e tij. E ka njohur atë, e ka besuar atë, i është ofruar në forma të ndryshme, por feja si fe mund shumë parcialisht dhe shumë individualisht mund dikujt të imponohet, po kallabëllëkit, turmës, popullit nuk mund t'i imponohet asnjëherë. Kjo s'ka mundësi. Dhe gjërat duhet të shihen shumë më reale siç janë. Po t'ishte e imponuar, atëherë me ne shqiptarët çfarë do të ndodhte në perandorinë osmane? Ne nuk do të ishim shqiptar, ne do të ishim dikush tjetër. Po t'ishte e imponuar, atë pse do të vinte deri tek ne shqiptarët, do të ndalesh te bullgarët, te grekët, tek serbët, që janë para nesh gjeografikisht në kontakt me Stambollin, siç janë bullgarët dhe grekët.
pse neve do të na merrte Perandori Osmani, do të na bënte aleat, po të ishim ata të cilët gjithmonë kemi qenë të dhënuar, të maltretuar, të shtypur. Pse do të ishim të tillë? Pse do të kishim njerëz që janë në pozicione të ndryshme? Dhe këtë nëse e përkthejmë në situatën e tashme, ne kemi fuqitë botërore sot, të cilat neve na kanë ndihmuar dhe na kanë bërë një ndihmë shumë të veçantë që ne sot këtë paqë ballkanike, edhe si shqiptarë edhe si populli me cilët bashkëjetojmë këtu, e kemi në saj të fuqive të mëdhaja. Dhe fuqitë të mëdhaja nuk duhet menduar me logjikën egoiste, personale, të kufizuar historikisht, gjeografikisht të njerëzit cilët mendojnë vetëm për vetveten dhe për ashtin tjerat. Ajo është një koncept që do të menduar shumë më ndryshe, flitet për një fuqi botërore. Si sot që është Bashkimi Evropian, si që është NATO-ja, si që është Amerika, edhe më herët kanë qenë fuqitë e tjera. Prandaj, tendenca se ne kemi një fe që duhet të kthehemi është komplet ideologjike, është anti-shqiptare, është anti-evropiane, është anti-fetare, është anti-kulturore, anti-njerëzore. Ne si shqiptar duhet dy gjëra të kemi parasysh. Ne patjetër të pajtohemi që jemi tre fe të mëdhaja brenda, edhe fe të tjera që kemi nga numër të vogël, po këta të mëdhajat që i kemi që përbëjnë identitetin, trungun themelor të identitetit ton shqiptar. Dhe dyta, ne si shqiptar, asnjëherë nuk duhet t'i mendojmë shqiptarët të ndarë, vetëm si katolik, vetëm si ortodoks, ose vetëm si musliman. Ne shqiptarët, ne jemi shqiptarë dhe shqiptarët duhet t'i mendojmë si një tërësi. Nëse nuk i mendojmë si një tërësi, realisht ne i kemi bërë dëm edhe vetvetes, edhe shqiptarisë, por edhe fesë cilës i takojnë. Është një paradigmë shumë e rëndësishëm, shkurt sepse duhet ta kaloj në Tiranë të kalojmë. Është një paradigmë shumë e rëndësishëm, domethënë respekti apo dashuria. Ju thoni që duhet të respektojmë. Megjithatë është një, si thua, është një paradigmë shumë e madhe në Islam, gnoza Islam, që ta duash, që është njohje, që është më shumë se sa respekti. Si shihni ju respektin dhe dashurinë? Në Islam është shumë e rëndësishëm këto dy nocione, bile në aspektin mistik është një dimension shumë i rëndësishëm i Islamit. Njohja, dashuria. Nuk është respekti? Nuk është e njëjta gjë? Realisht atë që unë e kam të kuptuar, respekti buron nga dashuria. Respekti që nuk buron nga dashuria, ajo është kamuflim, është mask. Është e përkohshme dhe në një kuptim është gënjeshtër. Në fakt, respekti buron nga dashuria. Dhe kur njeriu dëshiron ta respektoj dikend, atëherë ai respekton komplet, me mendim, me fjalë, me thënie, me qenjen e tij. A nëse bën një respekt formal kështu, ajo është një mashtrim i atij që vepron. Faktikisht atë të cilin e respekton, ti si bën kur gjë. Ti tregon vetëm një segment shumë sipërfaqësor, shumë formal, po do të kisha thënë një mashtrim dhe një gënjeshtër që ja bën vetvetes. Respekti është rezultat i dashurisë që njeriu ka ndaj Zotit para së gjithash dhe ndaj njeriut para së gjithash. Pse s'ka mundësi muslimani me qenë terrorist ose i keq? Nuk ka mundësi për dy arsye. Për arsye se njeriu tjetër është krijesë e Zotit. Si mund t'i thuash ti atij s'është? Si mund të mendosh për te se duhet ta likuidosh? Kur është krijesë e Zotit. Zoti mund t'i likuidojë kur të dojë njerëzit, po jo, i ka lënë të jetojnë. Dhe kush jam unë që të luaj rolin e Zotit? Në thojza po them. Një është kjo. Ajet Kur'an, po vrave njëri sikur vrave gjithë njerëzimin, shumë fuqish. Dhe e dyta është tash je musliman, ndjekish fjalën e Zotit, janë emrat e Zotit, 99 emra të bukur, ndjekish rrugën e pejgamberit alayhis salam dhe tash ti mundohesh të prezantohesh sikur jam vrasë si dikuj për një të mirë që në imagjinatën tënde që s'është askund. Pra e mira që buron nga libri hinor, e mira që vjen nga njerëzit e dërguar nga Zoti që e ndjekin në dimension praktik atë fjalë hinore, nuk ka të bëjë në dëm të dikuj. Në një prej rasteve kur pejgamberi alayhis salam ka qenë me shokët e tij, ka lënë një grup njerëzish dhe kanë barti një kufom, një xhenaze. Edhe pejgamberi sa më thotë, keni kujdes, të jemi të respektshëm ndaj këtyre që kalojnë. I thonë, o i dërguar i Zotit, po ky është një hebre. Thotë, ne po respektojmë njeriun. A ai e di çfarë është?
Thonë ne marrim një qëndrim ndaj njeriut. Si përfundim. Dhe unë mendoj se kultura jonë shqiptare që nuk mund të zhveshet nga ajo fetare, se unë nëse jam shqiptar musliman, kultura ime është shqiptaro-muslimane. Ai tjetri ka shqiptaro-katolik, ai tjetri ka shqiptaro-ortodokse. Ne s'mund të ikim. Ne kemi nevojë të kulturohemi me fen tonë rregullisht, në mënyrë permanente që të jemi më të kujdesshëm dhe më të formuar. Kjo na mungon dhe kjo është proces. Faleminderit Hoxha. Po, ja. Respekt. Vazhdojmë këtu në Radio Tirana me të ftuarin ton, doktor Ali Zaimin. Pavarësisht rrugtimit të ndryshëm historik të shqiptarëve, sidomos në këtë 100 ca vjetët e fundit, shqiptarët kultivuan dhe ruajtën bashkëtesën dhe tolerancën fetare. A ka, them të hym direkt në një aspekt më praktik të realiteteve tona, a ka një tendencë për përçarje ndërfetare brenda shqiptarëve? Apo ndonjë tendencë për sjellje radikale në konfeksionet tona fetare, në opinionin tuaj, doktor Zaimi? Shiko, unë ndoqa me vëmendje edhe panoramën shumë idealiste që të gjithë do dëshironim të ishim brenda të doktor Qanin Esimit, por nëse do e trajtojmë në kuptimin gjuhësor, po edhe etimologjik, tolerancë fetare, ne e shohim atë si respektim, pranim dhe vlerësim të diversitetit të besimeve fetare, duke nxitur harmoni, po jo domosdoshmërisht diku mund të jetë edhe tolerancë, sepse njerëzit mund të mos jenë dakord me tjetrin, por e tolerojnë për hatër të harmonisë, për hatër të bashkëtesës paqësore mes besimtarëve të feve respektive. Prandaj në këtë pikpamje toleranca ndërfetare të shqiptarët ndërshekuj, nuk është mit, është histori. Është histori e jetuar. Është trashëgimi, por njëkohësisht është edhe amanet, sepse me bukur e saj, gjë me bukur dhe më e mira e kësaj harmonie, se ajo është e përditshme, jeton e qetë, nuk bën zhurmë dhe nuk ka nevojë për zhurmë. Ajo jeton aty ku kumbanat edhe ezani bashkëtojnë në të njëjtin qiell, në qiellin e shqiptarisë në rastin tonë. Por toleranca sigurisht që bazohet në dialog, në komunikim, në mirëkuptim, duke shmagur gjuhën e urrëties. Toleranca fetare natyrisht që ne nuk e shikojmë si bashkimi feve, nuk është pranimi i doktrinës së një feje tjetër që ti beson, por do të respektosh besimin e tjetrit, pavarësisht se ti nuk je dakord dhe nuk e aplikon atë, por e pranon gjithë secilin individ ashtu sikurse ai është. Dhe kjo nuk ka hipokrizi në këtë, kjo është e drejtë për drejtë, pra të sillesh ashtu sikurse është e vërtetë. Prandaj për sa i përket diskutimeve të fundit, pastaj që më lind një pyetje përpara se të vim atje. Në mendimin tuaj, ku ka rënjet kjo gjë kaq e bukur, kjo tolerancë, kur ndër shqiptarët shumë gjëra që duhet të jenë të vyeshme, të vlefshme, të bukura, shpesh herë birën. Por kjo ka mbijetuar kohëve, duke pas parasysh që popujt tjerë kanë pas probleme me njëri tjetrin. Sa mirë që ne shqiptarët këtë margaritar e ruajtëm, e ushqyem dhe e kemi, vazhdojmë ta kemi, ta kultivojmë dhe ta kemi si një histori. Kur flasim për tolerancë dhe bashkëtesë fetare të shqiptarët, ne flasim për një histori të gjatë bashkëtese, ku tre besimet kryesore tona, Islami, Katolicizmi dhe Ortodoksia, nuk janë parë si kufindarës, por si dritare të ndryshme që hapen drejt të njëjtit qiell. Tek shqiptarët feja ka qenë një udhë shpirtërore, por kombi ka qenë shtëpia e përbashkët. Pra këtë nuk duhet ta harrojmë, dhe shembujt më të mirë të tolerancës nuk vinë siç pretendojnë ndonjëherë nga mospërfillja, por vinë nga vetdia fetare e gjithë secilit. Dhe është fakt që harmonia është përfaqësuar nga figurat që e kanë njohur më mirë fenë vet. Pra dhe gjithë secili ka nxitur tolerancën edhe harmoninë, pra kanë qenë ato figurat më kryesore, njohësit dhe liderët e feve respektive. Siç ka thënë për shembull Sami Frashi, i cili ka qenë një njohës i mirë i kulturës shqiptare, po i kulturës së përgjithshme, një personazh i jashtëzakonshëm i shqiptarisë, po një njohës shumë i mirë i fesë. Gjithë shqiptarët sa janë dhe tek janë vëllezër, thotë. Dhe kjo nuk ishte thjesht një fjali e bukur për shqiptarët, por ishte një program kombëtar. Ishte një thirrje që kombi të mos coptohej nga dallimet fetare, por t'i përdorte ato si një pasuri dhe të mundet që të kalonin përtej saj, dhe historia është dëshmitare, që populli shqiptar ndër shekuj është dëshmuar
si liri dashës, si paqësor, i lidhur fort me tokën e vet, me identitetin. Natyrisht kemi pasur dhe luftra, por luftrat që kemi pasur nuk kanë qenë zgjedhja jona, por rrethanat imponuara nga regjime, nga interesa. Për shembull, neve në histori është një fakt i madh ky që ne si shqiptar nuk kemi zhvilluar kurrë luftra pushtuese. Përkundrazi, të gjitha luftrat kanë qenë për mbijetesë. Interesante është edhe konstatimi i Faik Konicës, i cili thotë se Shqipëria ishte ndër të paktët vende në Europë pa luftra fetare, duke konsideruar tolerancën si tipar unik kombëtar. Për shembull, Haxhi Vebi Dimra në Kongresin Mysliman Shqiptar, në themelimin e komunitetit mysliman të Shqipërisë, deklaroi se lidhja kombëtare është e patundshme dhe dallimet fetare nuk na ndajnë nga uniteti kombëtar, thotë. Dhe kjo ka vijuar në qoftë në veprimtari të vërteta në jetën e përditshme, për shembull në Gjakov, Bajram Curri i kërkojnë krishterët një xhami dhe ju thotë që neve kemi një kish dhe thotë kemi 18 xhami, po deshet ju japim një xhami, ju ta bëni juve pra kish, sepse neve mund të merremi. Po edhe në aspektin simbolik, për shembull një vit pas shpalljes së pavarësisë në vitin 1913, lidhet këmbana e kishës Gjuadolit me minarin e xhamisë Fushçelës në Shkodër me flamurin kombëtar për të treguar një simbolik që ne në këtë vend i dim dallimet, ne e njohim njëri tjetrin, ne nuk jemi naiv, pra ne e dim që jemi të ndryshëm, ne nuk bashkojmë fet, por besimtarët mund t'i bashkojmë me njëri tjetrin në të mirën e përbashkët, që është e mira kombëtare dhe ajo shoqërore për vendin se ku ne jetojmë. Po, doktor Zaimi, tek ajo që filluam bisedën, domethënë, a ka tendenca për përçarje? Tani unë këto diskutimet, me thënë drejtë, nuk i shikoj të sinqerta, sepse natyrisht, së pari, çështja e fesë është çështje personale dhe ndërgjegjes lirë. Çdo individ ka drejtë të zgjedhë, të praktikojë apo të ndryshojë besimin e tij. Së dyti, pretendimi për kthim në fenë të parëve shpesh bazohet në një lexim të thjeshtë dhe të gabuar të historisë, sepse historia shqiptarëve është komplekse. Para krishtrimit, për shembull, kishte besime ilire që ne kemi shumë pak detaje mbi to. Paganizëm apo tjetër, se mund të ketë patur profetë të tjerë që neve nuk kemi dieni ose kemi pak dieni. Më pas krishtrimin në forma të ndryshme, më vonë Islami, pra nëse do të diqim logjikën e fesë të parëve, do të hynë në një debat të pafund, me fjalë. Por forca e shqiptarëve nuk ka qenë kurrë një tregshmëria fetare, por aftësia për të qenë të ndryshëm dhe megjithatë të bashkuar. Pra identiteti ynë kombëtar nuk rrezikohet nga besimi i dikujt, por që do rrezikohet nëse do të lejonim që të imponohen debate të tilla që për mendimin tim janë të importuara, nuk janë fort shqiptare. Edhe këtu bashkohem plotësisht me doktor Qanin Nesimi. Po, faleminderit doktor Zaimi për këtë pjesë në pakufi. Ja, faleminderit. Falenderojmë edhe zotin Zaimi, shkojmë në Kosovë, Radio Kosovë, me mirëveten është Bari Hoxha. Mirëveten. Po. Do flasim në vazhdim me profesorin e filozofisë islame, profesor doktor Bahri Hoxha. Profesor, a ka dallim mes tolerancës si mos ndërhyrje dhe tolerancës si pranim i tjetrit si i barabartë? Në fakt, toleranca mendoj se nuk do të thot asnjëherë mos ndërhyrje. Ndërhyrja është pjesë e tolerancës, por forma e ndërhyrjes ka rëndësi shumë në pranimin e tjetrit. Pranimi i tjetrit është, mund të themi, themeli i kuptimit të diverzitetit real që ekziston këtë jetë. Prandaj nuk mendoj se sipas edhe shpjegimit islam, por edhe realitetit faktik, që mos ndërhyrja tek tjetri është tolerancë. Tolerancë ndërhyrja tek tjetri, bashkëveprimi me tjetrin. Në çfarë forme? Bashkëveprimi me tjetrin, pranimi i tjetrit, ndërhyrja me forma dhe metoda të duhura dhe normale, dhe asnjëherë nuk paraqet toleranca mos ndërhyrje. Për arsye se sikur të pranohej mos ndërhyrja si tolerancë, nuk do të kishim drejtë të ndërhyjmë tek mësimi i tjetrit, tek diskutimi, tek paraqitja e idesë, tek qoftë tek kritika e ideve të tjerëve. Prandaj toleranca nuk paraqet mos ndërhyrje, toleranca paraqet pranimin e tjetrit ashtu siç është, pastaj bashkëveprimi me të me metoda të duhura dhe normale. Atëherë, deri në çfarë shkallë mund të shkojë kjo ndërhyrje? Kur e dim se është mjaftueshëm? Parimi kryesor që do të vendos të kufirin kryesor në të mos ndërhyjet tek tjetri përtej asaj çfarë lejohet, është fakti se atëherë kur cenohet mendimi i tjetrit, atëherë kur cenohet të qenurit të tjetrit ashtu siç ai dëshiron, atëherë kur synohet të cenohet liria e tjetrit,
veprimi I tij e kështu me radhë. Nëse e kam kuptuar drejt, po thoni që kjo ndërhyrje shkon deri në shkallën sa personi e pranon ndërhyrjen që e bëjmë ne, në kuptimin pozitiv, të ndikimit pozitiv për këtë çështje, por në momentin që ne kuptojmë se tjetri don ta pranojmë, ne duhet ta pranojmë të atill çfarë është. Padyshim. Atëherë fillon ajo pjesa e pranimit e tolerancës. Padyshim, kur thash bashkëveprimi me tjetrin, nuk është për qëllim cenimi I tjetrit në asnjë aspekt. Por se ne jetojmë në shoqëri dhe si qenie sociale që jemi, detyrimisht duhet të kemi dhënie dhe marrje të ideve, të veprimeve kështu me radhë. Prandaj toleranca paraqet pranimin e tjetrit dhe respektimin e tjetrit me atë që është. Ne vazhdimisht e potencojmë se ne shqiptarët jemi tolerant, sepse kemi 3 besime të ndryshme dhe jemi tolerant me njëri tjetrin. Por, a mund të flasim vërtet për një filozofi shqiptare të bashkëjetesës apo është thjesht një met I ndërtuar pas viteve 90? Nuk mendoj se është met, unë mendoj se është realitet faktik, është realitet I ndërtuar qysh prej kohësh dhe mendoj se ky realitet është ajo shenja e popullit shqiptar me cilën ne kemi drejt të lavdrohemi, kam thënë edhe më herë ndoshta në intervista tjera, sepse është ndërtuar me shumë mund, është ndërtuar me shumë durim, është ndërtuar me shumë kontribut prej gjitha komuniteteve, prej gjitha feve, prej gjitha grupeve të cilat jetojnë në vendet tona shqiptare. Prandaj, ani pse kohëve të fundit vrejmë se sikur synohet të cenohet kjo, ose të spaku të sulmohet, synon të sfidohet toleranca, unë mendoj se asnjëherë nuk do të ketë mundësi që kjo tolerancë të cenohet deri në ekzistencë. Asnjëherë, për arsye se tani ma gjithë sfera shqiptare ka arritë në një nivel të mirë ose të pranueshëm të bashkëveprimit me tjetrin, sa e pranojnë tjetrin ashtu siç është dhe nuk gjitha idetë agresive nuk I përbin ky popull më. Mendoj se nuk I përbin edhe shumë popull tjerë, por jemi krenar që në mesin e popujve tjerë jemi edhe ne ku nuk mendojmë se idetë të cilat nuk kanë tolerancën vetën e tyre do të kenë sukses në jetë, sepse ne është e natyrshme të jemi të ndryshëm. Zoti në Kur'an I thot Muhamedit a.s. thot sikur të kishte dashur Zoti do t'i bënte të gjithë njerëzit besimtar. A mos dëshiron ti detyrosh njerëzit të bëhen besimtar? Prandaj e parimi që e përmend më herët se nuk ju takon njerëzve të imponojnë mendim, qoftë edhe nëse është I bindur në 100% e vetë se mendimi që unë për shembull kam është I sakti, atëherë kjo është I saktë për mua përderisa tjetrit bindet. Respektojmë edhe mendimin e tjetrit. Si interpretohet në mendimin klasik islam ideja që nuk ka dhunë në fe, flas për të gjitha fetë? Është kjo një normë universale apo kontekstuale? Kjo është një normë universale, nuk ka dhunë në fe, nuk ka imponim në fe. Feja është në kuptimin e shpjegimin tonë islam, feja është pranimi vullnetar I sistemit që Zoti ka vendosur në librin e shenjtë në Kur'an, kur flasim për fenë islame. Prandaj ky pranim tek ne themi nuk ka sevape, nuk ka kurfar shpërblimi në tek personi I cili vepron qoftë edhe simbas parimeve tona fetare, por që nuk është I bindur në ato parime. Prandaj bindja është gjë e brendshme, në ato nuk ka mundësi ndërhyrje, nuk ka mundësi imponim, prandaj bindja vjen si rezultat I parashtrimit të shumë argumentave për atë bindje. Nëse argumentet nuk ekzistojnë, pastaj bindja nuk bën punë sipas shpjegimit islam asnjë vepër dhe nuk ka shpërblim tek Zoti për atë punë. Prandaj njerëzit duhet veprojnë sipas bindjeve të tyre, e jona është që të mundohemi që bindjet e vërteta ti shpërndajmë, ti përhapim, ti themelojmë si duhet, mirë po njerëzit pastaj janë të lirë të mendojnë edhe vendosin për jetën e tyre çfarë dojnë ata atje. Njerëzit janë jo të barabartë në drejtimet e tyre, ka I drejtojnë veprat e tyre. Prandaj jemi shumë të ndryshëm në ato përparësitë që secili posedojmë. Dikush është I dhanë në një të mirë më shumë, dikush jep lëmosh më shumë, dikush është I mirë në sjellje më shumë, dikush bën adhurime rituale më shumë, e kështu me radhë. Prandaj është shumë komplekse edhe ndalohet rrepsisht ndërhyjet tek tjetri
në çfarëdo aspekti në formë akuze ose në nënçmimi, kinse fetaria është tek ne dhe nuk është tek jo. Është sfidë në çdo fe besoj, edhe në çdo drejtim, por edhe tek ne që nganjëherë bindjet ndërtohen në mënyrë të gabuar dhe shfrytëzohen tekste fetare për të vendosur ato bindje. Kjo ndodh për shkak se njerëzit nuk kthehen tek njerëzit kompetent që të marrin shpjegimin e duhur dhe real, sepse shpjegimi fetar nuk është aq i thjeshtë sa të mundet secili ta shpjegojë. Mendoj edhe në secilën shkencë, ne nuk kemi drejt, ne jemi këtu, por nuk kemi drejt të thrasim diçka ose të veprojmë diçka në mjekësi, nuk kemi drejt të ndërhyjmë në teknologji, sepse është çështje e të tjerëve. Zoti në Kur'an thot: "Fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lemun", pyetni ata që dinë, pyetni profesionistët për gjëra që nuk i dini. Prandaj në aspektin e teologjisë, mendoj se është shumë e rëndësishme që të marrim informacione të duhura dhe të vyera prej njerëzve që janë kompetentë dhe të shkolluar për atë punë, për arsye se shumë njerëz mund thirren në mendimet e tyre, në kuptimet e tyre gjysmake, edhe të përdorin tekstin fetar për të vepruar diçka që nuk është e pranueshme. Në këtë rast të veprojnë edhe dhunë. Kjo tek ne në Sa e dëmton kjo pastaj tolerancën, se e thatë shumë bukur, sikur edhe në shkencë duhet merret mendimi njerëzve kompetent që kanë studiuar për çështje të caktuara, sepse nuk jemi të gjithë dishëm. Sa e dëmton kjo tolerancën kur mendimet lidhur me besimin, lidhur me fen merren nga njerëzit jo kompetent? Se mbasi këta njerëz shumë herë në të gjitha fushat janë më të dukshëm, më të zëshëm, kur nuk janë kompetent. Kjo fillimisht e dëmton Islamin, më shumë të dëmton Islamin, sikur që një informacion që lidhet me mjekësinë, në rast se na shpjegohet në mënyrë jo duhur, do ta dëmtonte shpjegimin e asaj shkence. Tek ne e dëmton Islamin në anë të parë, sepse i vendos diçka çka se ka. Pastaj mundson që njerëzit të keqkuptojnë vetë fenë. Edhe këto nuk e kemi në mos të vogël, ne sot e kemi të shpërndam shumë çështjen e keqkuptimit të fesë për shkak të veprimeve të caktuara, sepse njerëzit janë të prirur që ato që të shohin mendojnë se realisht edhe Islami e thot. Prandaj kjo e dëmton rënd parë besimin Islam, pastaj e dëmton rrjedhimisht dhe tolerancën. Duke pas parasysh se toleranca është parim themelor në Islam. Nuk është diçka që detyrohemi në rast të kontaktit me tjetrin pastaj të gjejmë zgjidhje. Është pikërisht parim. Pse? Sepse kur erdhi Muhamedi alayhis salam, përpara kishte qenë Isa alayhis salam, kishte qenë krishterimi para se të vinte Islami. Para krishterimit ishte jehudizmi. Prandaj kur erdhi Islami e shpjegoi bukur, tha ne pranojmë çdo fe që ka qenë përpara, në kuptimin çdo shpjegim të pejgamberëve që kanë qenë përpara, dhe se pozita e Muhamedit alayhis salam është sikur ajo tjegulla e fundit në një ndërtesë që quhet fe. Thot një vazhdimsi. Një vazhdimsi dhe përfundim i shpjegimit fetar, pastaj pas Muhamedit nuk pati të dërguar. Dhe kur një pozicion i tillë e ka qasjen e qartë që për ata që janë para nesh duhet t'i aprovojmë. Dhe ne si musliman besojmë Tevratin, Torën, besojmë Injilin, besojmë Zeburin, besojmë edhe Kur'anin. Dhe nëse dikush prej nesh mohon njërin nga këta libra, si tërsi, si emër, mohon del prej besimit islam. Ne e konsiderojmë në shpjegimin e besimit islam, ne konsiderojmë se ai person nuk është musliman, edhe nëse vjen falet, edhe nëse rrin xhami gjithë ditën, ai nuk ka të bëjë me islam fare. Prandaj pse ka cenu pikërisht parimin e gjithëpërfshirje para që tolerancë. Prandaj njerëzit që e mohojnë tjetrin, njerëzit që ushtrojnë dhunë, njerëzit që keqkuptojnë fen, i bëjnë dëm fillimisht Islamit, e cenojnë parimet themelore islame, pastaj edhe në praktik dalin me një formë që për vetë muslimant është e çuditshme. Ju faleminderit shumë profesor për këtë pjesë, tolerantën kolegëve tanë dhe do të kthehemi sërish në studion e Radio Kosovës për një pjesë tjetër të diskutimit tonë. Po shkojmë me kronikën nga Malizi. Të nderuar kolegë, dëgjues të nderuar, mirë se takohemi edhe këtë javë. Ju përshëndesim nga studioja Radio së Malit të Zi. Mysafiri im është Dr. Behlul Kanaçi, ndihmës i reisit të Bashkësisë Islame në Malë të Zi, i cili do të na flasë për temën e sotme, që ka të bëjë me tolerancën ndër shqiptarët për ditë agjërimi dhe besimi. Të nderuar besimtar dhe besimtare,
Bie tashmë se toleranca fetare ndër shqiptar është një prej shembujve më të mirë të bashkëjetesës, mirëkuptimit dhe tolerancës. Nga ky aspekt, ky vit na gjen në një moment unik dhe historik, ku rrugët tona shpirtërore janë bashkuar në një pikëkalim të shenjtë. Përputhja e muajit të madhërisëm të Ramazanit me periudhën e kreshmeve është dëshmia më e pastër e asaj që ne shqiptarët e kemi pasur për herë në zemër, bashkëjetesën si vlerë të lartë. Si Ramazani, ashtu edhe kreshmet. Kërkojnë nga besimtarët të pastrohen shpirtërisht, të luten sa më shumë dhe të sakrifikojnë duke u munduar që ta ngrisin njeriun në nivelet më të larta shpirtërore. Prandaj, le të shfrytëzojmë këto ditë të bekuara, le të reflektojmë si besimtar duke e çuar me tej mirëkuptimin, tolerancën dhe bashkëjetesën në të mirën e shoqërisë sonë. Le t'i kalojmë besimtarët dhe besimtarët këto ditë të shenjta, e kuptim plotë, në një atmosferë shpirtërore, duke ju përulur Zotit dhe lutur sa më shumë për të arritur ripërtrirjen shpirtërore, siç kërkon edhe vetë agjerimi. Le të kujdesen besimtarët dhe besimtarët që të reflektojnë që mësimet e Ramazanit dhe kreshmes të bëhen pjesë e tyre, që këto mësime të ndriçojnë fytyrat e besimtarëve, sjelljet e tyre në familje dhe në shoqëri. Le të frymëzojë ky agjerim besimtarëve punet e hishtme dhe të ndihmojë të largohen nga likësit. Le të jenë këto ditë të agjerimit, ditë të forcimit, të mirëkuptimit, të respektit, tolerancës dhe dashurisë. Lut Zotin të na udhëzojë në më të mirën, të na bëj prej njerëzve të mirë dhe të dobishëm, të na ndihmojë të dalim nga vënjyes në këtë udhtim shpirtëror. Folet për agjerimin, për kreshmet, për tolerancën fetare ndër njerëzit, ndër shqiptarët që ne kemi, mirë po do doja që të ndalemi pak tek të rinjët. Si mund ta praktikojnë agjerimin të rinj në një shoqëri që është edhe moderne, edhe me shumë sfida? Kohët e sotme janë pak të vështira për të rinj. Nuk është shumë e lehtë që në këtë ditë jo qoftë musliman, qoftë krishterë, sidomos në këto ditë që kërkojnë sakrificë më shumë, kërkojnë pak më shumë dedikim për Zotin, për shpirtëroren, kërkojnë një fije më shumë, kërkojnë më shumë largim pak nga këto dëfrimet e kësaj bote, po të quaj ashtu. Nuk është shumë e lehtë, sepse jemi në një kohë që bota e cila na rrethon na ofron shumë prej të mirave të saj. Jemi të rrethuar me çdo gjë që është e lakmueshme për të rion, që ja tërheq vëmendjen njeriu nga ajo shpirtërorja dhe nga ajo që e quajmë ne agjerim, si për musliman, si për krishterë, pa dallim. Dhe në fakt i riu të rinjt sot, besoj sipas mendimit tim duhet ta shfrytëzojnë këtë çast dhe këtë rast. E vetë një mënyrë që të rinjt të kontribuojnë në atë pjesën shpirtërore ose në atë pjesën që e plotësojnë vetë njerion, duhet me kanë mundësinë të shfrytëzojnë këto ditë në mënyrë që sadopak ta formojnë ose ta krijojnë ekuilibrin mes asaj që e quajmë materiale dhe shpirtërore. Doja edhe për fund një mesazh nga ju për besimtarët gjatë këtyre ditëve. Po, mesazhi im do të ishte që besimtarët të mundohen të shfrytëzojnë maksimum këto ditë, këto mundësi, të respektojnë të gjitha mësimet e agjerimit, muslimanët të respektojnë mësimet e agjerimit të muajit të Ramazanit, të krishterët të respektojnë mësimet e kreshmave, dhe besoj se nëse i respektojnë, do të arrijnë qëllimit, gjithashtu ju uroj të gjithë besimtarëve një agjerim të lehtë, të përballueshëm dhe ju uroj që ta kalojnë këtë ditë me sukses dhe të arrisin qëllimin final të agjerimit. E falenderojmë doktor Behlul Kanaqin për kohën që ndau për emisionin ton. Ishte pra kjo dëgjues të nderuar e kolegë në Tiranë, Prishtinë e Shkup, kronika nga radioja e Malit të Zi. Ju përshëndesim dhe ju urojmë çdo të mirë. Nga Podgorica për Pa Kufi, Diana Dukaj. Po, ishe kjo kronika nga Malizi, Diana Dukaj kishe përgatitur dhe të ftuar kishe Behlul Kanaqin, ndihmës i rrisit në Bashkinë Fetare në Malnezi. Hoxha, të flasim pak edhe për ato, ke ndonjë vërejtje nga ky diskurs që u bë në Tiranë, Prishtinë, sepse u fol domethënë për disa idealizma dhe mbase kanë drejtë, domethënë mbase ne shqiptarët tonë Maqedoni e pretendojmë ndryshe këtë tolerancën me maqedonasit dhe Islami nuk është vetëm ajo dimensioni shpirtëror. Muhamedi alayhis salam me kartën e Medinës në fakt në marrëdhënie ndërkombëtare ku domethënë nuk bën
dallim nga hebrejët, krishterët, muslimanët, jep një mesazh për masa botërore, domethënë ne mund të flasim gjithë ditën, gjithë natën për tolerancë dhe në fakt ne shohim ballafaqim luftë, jemi mbase edhe ato statet e luftës së tretë botërore jemi duke i parë Amerikë, Iran, intoleranca ka shkuar në ekstremet e veta, ka gjetur si thuash, megjithatë ne maqoni nga prizma e Maqedonisë si sheh këto raportet, ne e njohim tjetrin, ne jemi tolerant ndaj tjetrit, kur ai nuk është tolerant ndaj neve, kur ai nuk mëson, kur ai nuk të njeh gjuhën, si sheh këto ballafaqime kur vinë edhe nga krerët më të naltë për shembull, jo më lart në Tetove kishin në Universitet Tetovës ministrin e arsimit, dhe ajo ka si thuaç një alergji ndaj gjuhës shqipe, dhe kur tjetri nuk të njeh, nuk ta njeh gjuhën, nuk të njeh kombin, nuk të njeh historinë, dhe ti vazhdimisht mësojmë unë e ti, mësojmë historinë e tyre, mësojmë gjithë ato përplasje që kanë slavët tu në Ballkan. Njerit gjithë profesorët, kolegët duhet i falenderoj shumë për këto shpjegime të bukura dhe të mira, cilat mendoj se janë gjitha qëndrojnë në thelbin e çështjes dhe ju uroj që të kalojnë Ramazan të mirë, Allahu të na bëjë kabul gjithë Ramazanin. Është e vërtet që ne në Maqedoni kemi një botë pak më ndryshe. Domethënë këtu ne shqiptarët jemi me shumicë dërmuese musliman, dhe kur flasim për një grup tjetër që do të jetë në numër goxha, janë ortodoksët, pa ata janë slav, janë maqedonasit dhe komësit tjera, që ne kemi edhe musliman grupe etnike të tjera, e grupe fetare të tjera e kemi shumë pak. Ne kemi një hendek, kemi një gap shumë të madh në mes nesh këtu në Maqedoni, që unë mendoj se shteti në këtë drejtim gati se nuk ka bërë asgjë brenda kësaj periudhe tranzicioni që quajmë ne, ka nevojë të bëhet një investim goxha më i madh. Ajo urrejtja e shfaqur herë nga individ caktuar duhet të vërehet, të kritikohet, duhet të bëhet një edukim i atyre njerëzve në mënyrë shumë pedagogjike dhe shumë kulturore, që të mos përsëriten këto biseda, fjalë, të thënie të ndryshme në për stadiume. Po, shqiptari vdekur është i mirë. Domethënë kjo nuk është në të mirën e asnjërit, dhe njerëzit që kanë përgjegjësi pak më të madhe, qoftë në komunë, qoftë në bashkitë fetare, qoftë në universitet, qoftë në qeveri që kanë fjalën kryesore, duhet të jenë më vizionar, duhet të mendojnë për të nesërmen, nuk duhet të flasin gjithmonë në kuptimin e fushatës parazgjedhore, po duhet të dalin në botën reale, për arsye se pse njerëzit marrin pozicione më të mëdha, marrin përgjegjësi më të mëdha, dhe kur ka përgjegjësi më të madhe, ka edhe sakrificë më të madhe. Për arsye se ai nuk është pozicion vetëm për të treguar se ja unë kush jam, por ai është një pozicion për të ndjerë përgjegjësi më të madhe dhe sakrifica më e madhe. Tjetë në shërbim më të madhe. Shumë e rëndësishme, se kur do të flasësh një gjë e cila është shumë e prekur dhe shumë e mprehtë, ka mundësi sensitive, ka mundësi turma të reflektoj, do njëherë dhe të revoltohet, por njeriu që e thot një ide, një mendim dhe ka një vizion ku dëshiron të arrijë, a do të na marr lumi, a do të ndodhë dhe tufani i Hazreti Nuhit në Maqedoni. Nuk do të ndodhë, ose nuk e dim çfarë ndodh në të ardhmen. Po ne domethënë nuk kemi ku ta çojmë njëri tjetrin. Ne këto që jemi në botën reale, domosdoshmërisht jemi të detyruar në thojza që të jetojmë bashkë. Po pse jemi të dënuar të jetojmë bashkë? Edhe ajo ka mundësi të thuhet. Po pse të jemi në këtë pozicion të dënuarit dhe të detyruarit, të mos jemi në pozicionin e një programimi që kemi dëshirë bashkarisht të jetojmë për të vazhduar, se nuk kërkojmë unë të bëhem si ti dhe ti si unë, të se kemi këtë kërkesë. Edhe nëse e kërkojmë është absurde dhe paralizueshme. Por që të mund të jemi bashkarisht duke vlerësuar njëri tjetrin, ne i ndihmojmë shtetit, i ndihmojmë procesit, i ndihmojmë gjërave që sa më shpejt fëmijët tanë, gjenerata e ardhshme jona të kenë një vend më stabil, më unik, më të qartë, një zën këmbët në tokë, të mos jetojmë në ato ëndra mitologjike e vrava më vrau, do ta vras, nuk e di çfarë. Po e them kështu metaforikisht në këtë kontekst, por të zënë këmbët në tokë dhe ne
To që jetojmë, të jetojmë bashkarisht, edhe në kuptim etnik, edhe në kuptim fetar. Kjo është domosdoshmëri. Nëse nuk e kuptojmë sot, do ta kuptojmë nesër, por ajo do të jetë më vonë. A për ta kuptuar, nëse dëshirojmë të jetojmë bashkë, domosdoshmërisht duhet ta kuptojmë. Kemi shkelur minutët e fundit. Faleminderit që ndave kohë për në pakufi. Shpresoj që jemi me një temë tjetër. Me kënaqësi. Jaho. Po e përmbyllim edhe ne shkurt këtu me doktor Ali Zaimin. Doktor Zaimi, ne kemi ardhur nga një sistem totalitar, shqiptarët e Shqipërisë natyrisht. Por duhet t'ju pyes shkurt për ato që ju keni vite që jeni pedagog, jeni mësimdhënës dhe keni kontakt të përhershëm, përditshëm me të rinjt. Si është interesimi i tyre, qasja e tyre ndaj realiteteve fetare? Qasja e të rinjve mbi realitetet fetare gjithmonë ndryshon. Ajo shumë herë ndjek agjendën e përgjithshme të mediatike apo agjendën e përgjithshme të kulturore, trendet e përgjithshme, por përtej trendeve ka një bërtham, një kulturë familjare, një kulturë kombëtare, një kulturë fetare të rrënjosur që në vetdije të tyre dhe një natyrshmëri, sepse në vetvete feja është natyrshmëri, duhet të pranojmë një diçka të tillë, hiq regjimin komunist i cili u përpoq që të çfaroste të gjithë fetë dhe ta zëvendësonte me njeriu e ri. Po, dhe i shpalli luftë në gjithë historinë njerëzore, fetarët kanë qenë shumicë, le të themi. Dhe ne jemi të bindur si musliman dhe të vetëdijshëm se çdo fe bazohet në dashurinë për Zotin dhe për njerëzimin, për dialogun mes njerëzve. Harmonia, bashkëtesa, respekti janë të pranishme në frymën e çdo feje. Dhe unë mendoj që shqiptarët tashme kanë kuptuar këtë aspekt të fesë në mënyrë të përshtatshme. Fale dhe paraardhësve tanë që nga rilindasit të cilët e konsoliduan një diçka të tillë dhe vendosën në themele shumë të forta, shumë të mira. Dhe mendoj që feja që arrin të shpëtojë interpretimeve ideologjike, se her pas here ato interferojnë, ato interpretimet politike, ato marginalet, ka bërë që humanizmi ynë të jetë në plan të parë dhe të jenë marrëdhëniet njerëzore në plan të parë. Dhe ka vende ku fatkeqësisht pavarësisht kontributit të tyre, njerëzit nuk e marrin atë që meritojnë, për shembull kemi rastin e kontributit të pashembullt shumë të mirë të shkëlqyer të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe dëgjojmë fatkeqësisht ndonjëherë që ata nuk vlerësohen për këtë kontribut për shembull. Po ne mund të themi që gjithsesi përtej të gjithë këtyre diversiteteve, përpara se t'i përkasim një fe, një kombi, një racë apo identitet të tjetër, neve jemi krijuar ndryshe nga Zoti për të njohur njëri tjetrin dhe jo për t'u rryer dhe për t'u përçarë. Po, doktor, dhe në fund një mesazh për agjeruesit se jemi në fund, do të shkojmë në Radio Kosovë të kolegët. Unë ju uroj të gjithë agjerim të pranuar gjithë agjeruesve dhe uroj që kjo harmoni ndërfetare mes shqiptarëve të mbetet gjithmonë dritë udhërfyese për brezat që vinë. Faleminderit shumë për kontributin në pakufi, doktor Ali Zaimi. Faleminderit shumë sot. Dhe agjerim të mbarë dhe të pranuar. Po, falenderojmë edhe doktor Ali Zaimin, falenderoj ty Jaho që udhëhoqe emisionin nga Radio Tirana, atëherë shkojmë në Radio Kosovë, mirëvete. Kthehemi përsëri në studion e Radio Kosovës dhe vazhdojmë bisedën me profesor doktor Bahri Hoxhën. Profesor, te ne shqiptarët, është feja me shumë përkatësi kulturore se sa bindje doktrinare? Unë mendoj se të çdo popull, por edhe tek ne shqiptarët, feja ka të dy këto segmente. Ka segmentin doktrinar, por segmenti doktrinar kur ushtrohet për vite edhe dekada e shekuj krijon detyrimisht edhe një lloj kulture në atë vend. Prandaj është edhe doktrinë dhe kjo është kryesorja, sepse çdo manifestim kulturor, po që se nuk është i mbështetur sa duhet dhe si duhet në doktrinën e duhur, nuk mendoj se do të qëndroj gjatë. Prandaj tek ne kemi të dy këto aspekte. Në Islam e kemi edhe paraqitjen doktrinare, edhe cila është themeli dhe ne këto e shpjegojmë tek studentët dhe jemi shumë të kujdesshëm që këto ta marrin si duhet dhe sa duhet ta kuptojnë drejt. Pastaj manifestimet kulturore shpesh ndodh që të jenë një rreth i dytë për rrethit të shpjegimit doktrinar. Dhe këto aspekte kulturore pastaj
edhe nuk e kanë peshen e doktrinës, por se janë të pranueshme sepse shfaqin një lloj segmentit të zgjatur të aspektit doktrinar që e paraqet Islami. Ta zë shembull tek ne për shembull është parim thirrja nëpër iftare, por thirrja nëpër iftare është ftesë e përgjithshme, thirrja e tjetër që kushdo që agjeron tek ti një natë, do ta ketë ti e ke shpërblimin veç për shkak të ftesës, e ke shpërblimin e gjithë ditës që ai ka agjeruar. Por nuk detajet pastaj mund t'i manifestosh në aspekte ndryshme, të thrasësh meqit, thrasësh rrethin, thrasësh shokët, thrasësh ata që nuk i përkasin besimit tanë kur jemi të toleranca është plotësisht e pranuar e kështu me radhë. Ose aspekti lëmoshës, mund t'japësh lëmosh në mënyrë përgjithshme, është doktrinare kjo, mirë, po t'japësh për shembull edhe njerëzve qoftë edhe shpendve, kemi pas një rast kur jo një rast, po ka raste shumë, po është shkruar në histori qysh në kohën e dietarëve klasik atje, kur edhe udhëheqësit interesoheshin që të marrin drithra dhe të vendosin nëpër kodra ndryshme. Mirë, po esenca është në doktrinë. Duhet të jesh i mirë, duhet të jesh kontribues, duhet të jesh tolerant, duhet të jesh i afërt me tjetrin, format, mundësitë secili i propozon. Andon ndonjëherë që njerëzit të fshihen në petkun fetar pa i pasur këto cilësitë për të cilat ju po flisni? Kur jemi tek njerëzit, duhet ta kemi parasysh në çdo fe, edhe në ideologji. Sigurisht. Do të kemi manifestime të tilla. Po flasim për sjellje individuale. Do të kemi, kur jemi te individi, gjithçka është e mundur. Prandaj mund themi, po edhe në ideologji, mund thirrë dikush në demokraci, nuk është demokrat fare. Mund thirrë dikush në islam, s'është musliman fare. Ne qysh në kohën e Muhamedit alayhis salam njihet një grup për cilin grup shumë ajete në Kur'an kanë ardhur, kanë zbritur, quhet grupi hipokritëve. Ata thirrnin se janë musliman, ata faleshin me dërguarin e Zotit në xhami, mirë po kundërshtonin në aspekte tjera dhe Zoti i informoi Muhamedit alayhis salam edhe për emrat e tyre. Profesor, jemi krejt në fund të emisionit, prandaj më vjen keq që duhet ju ndërpres edhe mendimin për pyetjet që shtova në fund. Ju falenderoj shumë që ishe sot në studion e Radio Kosovës dhe dhat kontributin tuaj në emisionin Pa Kufi. Po, mirë vete, falenderit juve, falenderojmë edhe profesorin Bari Hoxha. Emisionin që temë kryesore kishim toleranca fetare, ndër ne shqiptarët, vlerë historike, pasuri kombëtare dhe model bashkëjetese. Të ftuar kisha këtu në Radio Shkup Qanin Esimin, profesor në Universitetin e Tetovës, me kolegun tim në Radio Tiranë, Jaho Margjeka i ftuar, ishte Ali Zaimi, doktor pedagog i shkencave politike, ish drejtori i medresesë të Tiranës. Kronikën nga Mali i Zi, të cilën e përgatiti Diana Duka, ishte i ftuar Behlul Kanaçi, ndihmës reisit në Bashkinë Fetare Malin e Zi. Emisionin e drejtova unë Memdali Sufi nga Radio Shkupi. Shihemi javën tjetër deri mirëmbëçi me një emision tjetër. Miru dëgjofshim, javën e ardhshme. Miru dëgjofshim.